Një familje në një fshat të Fierit jeton në varfëritë të tejskajshme në një stallë kuesh. Lindita Maloku është një grua e divorcuar dhe jeton në këto kushte ekstreme bashkë me dy fëmijët e saj, 16 dhe 13 vjeç. Siç duket edhe nga pamjet, varfëria është ulur këmbë kryq, pasi në këtë banesë që duket sikur do shembet nga momenti në moment, ka vetëm një krevat të vjetër dhe një dollap për ato pakushqime që Lindita siguron për të vegjëlit e saj. Në këtë godinë që përdori për strehimin e kuajve, sot jetohet nga një familje në kushte gati mesjetare, ndërsa në dimër gjendja e tyre vështirësohet edhe më shumë. Në këtë stallë kuesh, ku është, domethënë ka qenë para shumë kohësh, stallë kuesh dhe është bërë qendër banimi për mua, ku jetoj me dy fëmijët e mi, në terren pothuajse krejtësisht të hapur, ku mund të marrësh domethënë vetëm 38.000 lekë thjesht, të presësh, domethënë ato lekë dhe nuk di se çfarë do të bësh më përpara me ato lekë që unë do të marr, pasi janë domethënë të tëra borxhe. Por drama nuk ka mbaruar ende për këtë familje, pasi të ardhurat vetme mujore janë vetëm 3.800 lekë të reja që ata marrin si ndihmë sociale nga komuna. Të dy fëmijët janë të sëmurë e kërkojnë mjekim të vazhdueshëm, çka për Linditën është kthyer në një mision të pamundur. Dhe e dyta, se kam probleme shëndetësore, pasi dhe fëmijët janë dhe ata po në gjendje shëndetësore dhe dua që ata të bëjnë domethënë një jetë normale, të bëjnë dhe ata si gjithë bashkëpunëtarët e tyre, mos të përbuzen. Familja Maloku bën apel për ndihmë instancave shtetërore lokale apo edhe biznesit për t'i ndihmuar sadopak për të jetuar edhe ata një jetë brenda normave si moshatarët e tyre.